Përshëndetje shenja virgjëreshës, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 4 kupat, 5 kupat, mbreti i kupave, hëna. Kjo javë për ju nis me 4 kupat, duke treguar se mund të ndiheni më të tërhequr ose më të tërhequra në botën tuaj të brendshme, ose të mos entuziazmoheni lehtësisht nga ajo që ndodh rreth jush. Mund të keni nevojë për më shumë kohë për të reflektuar, ndërsa disa mundësi ose zhvillime nuk ju duken ende aq bindëse sa të veproni menjëherë. Kjo energji vazhdon me 5 kupat, e cila tregon se vëmendja mund të përqendrohet tek ajo që nuk ka ecur sipas pritshmërive, ose vëmendja juaj mund të përqendrohet tek një zhgënjim i vogël që mund të ndikojë në humorin tuaj. Kartat sugjerojnë se rreziku nuk qëndron tek vetë situata, por tek prirja për të mos parë gjithçka që ende mbetet në favorin tuaj. Atmosfera fillon të ndryshojë me mbretin e kupave, i cili tregon se gradualisht ju rifitoni ekuilibrin emocional dhe rifitoni gjithashtu aftësinë për t'i menaxhuar ndjenjat me më shumë qetësi. Mund ta kuptoni se jo çdo emocion kërkon një reagim të menjëhershëm dhe se maturia ju ndihmon të shihni më qartë atë që po përjetoni. Në fund shfaqet hëna, e cila tregon se mund të mbeten pyetje pa përgjigje, ose mund të mbeten ndjesi që nuk arrini t'i shpjegoni plotësisht. Kartat sugjerojnë se nuk është ende momenti për përfundime të nxituara, por është momenti të pranoni se disa gjëra do të sqarohen vetëm me kalimin e kohës. Në tërësi, kjo është një javë introspektive, ku përpunimi i emocioneve është më i rëndësishëm sesa marrja e vendimeve të nxituara. Kartat tregojnë se qetësia dhe durimi do t'ju ndihmojnë të shihni më qartë atë që sot mund të duket e paqartë. Kartat këshillojnë të mos prisni përgjigje të menjëhershme, sepse ndonjëherë edhe vetë mjegulla ka nevojë për kohë që të shpërndahet. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 6 shpatat perandori, 6 monedhat, 8 kupat. Në familje, java nis me 6 shpatat, duke treguar se mund të lini pas një situatë që ka sjell lodhje ose tension. Mund të ndjeni se atmosfera po qetësohet gradualisht, ose mund të ndjeni se po kërkoni mënyrën më të mirë për të shmangur konfliktet e panevojshme. Kjo energji pasohet nga perandori, i cili sjell nevojën për strukturë, sjell nevojën për përgjegjësi, disiplinë dhe për vendime të qarta. Mund të jetë momenti kur vendosen kufi të shëndetshëm, ose mund të jetë momenti kur secili merr rolin që i takon brenda familjes. Më pas shfaqen 6 monedhat, duke treguar se ekuilibri fillon të rikthehet përmes mbështetjes reciproke. Ekuilibri fillon të rikthehet përmes ndihmës ose gatishmërisë për të ndarë përgjegjësitë. Kartat sugjerojnë se kur secili jep dhe merr në mënyrë të drejtë, atmosfera bëhet më e qetë. Në fund shfaqen 8 kupat. 8 kupat nuk nënkupton me patjetër një largim fizik, sepse mund të jetë edhe një largim emocional. Por në këtë kombinim kartash në sferën familjare, 8 kupat më lë të nënkuptohet se mund të jetë një vendim që tregon zgjedhjen për të lënë pas një mënyrë komunikimi, për të lënë pas një zakon, për të lënë pas një situatë që nuk po i shërben më harmonisë familjare.
Mund të kuptoni se ndonjëherë largimi nga një konflikt është më i dobishëm se sa këmbgulja për ta fituar atë konflikt. Në tërësi, kjo është një javë ku qetësia ndërtohet duke lënë pas atë që nuk sjell më dobi dhe duke krijuar marrëdhënie më të balancuara. Kartat tregojnë se mirëkuptimi dhe respekti për kufijtë e njëri tjetrit mund ta forcojnë harmoninë familjare. Kartat këshillojnë se ndonjëherë nuk ka nevojë të luftoni për të fituar paqen, nëse e dini çfarë duhet të lini pas. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi temperanca, faqa e shkopimve, heremiti, faqa e monedhave. Dashuria nis me temperancën, e cila tregon se kjo periudhë favorizon qetësinë, favorizon durimin dhe ndërtimin gradual të afërsisë emocionale. Nëse ju jeni në një marrëdhënie, mund të vini re se komunikimi bëhet më i balancuar dhe se është më e lehtë të gjenden zgjidhje për çështjet që më parë dukeshin të ndërlikuara. Karta tregon se lidhja mund të forcohet përmes mirëkuptimit dhe përmes dëshirës për të ecur në të njëjtin ritëm. Më pas shfaqet faqa e shkopimve, e cila sjell një frymë më të gjallë dhe spontane. Mund të lindë dëshira për të provuar diçka ndryshe, për të sjellë më shumë energji në marrëdhënie ose për ta parë dashurinë me më shumë optimizëm. Kjo energji besohet nga heremiti, i cili tregon se pavarësisht dëshirës për afërsi, mund të ketë edhe momente reflektimi. Ky reflektim mund t'ju ndihmojë të kuptoni se çfarë vlere ka vërtet për ju në një lidhje dhe se çfarë nuk jeni më të gatshëm ose të gatshme të pranoni. Për beqarët, kartat tregojnë se mund të bëheni më të vetëdijshëm ose më të vetëdijshme për atë që kërkoni vërtet nga një person, pra pa ndier nevojën që të nxitoni. Interpretimi përfundon me faqen e monedhave, e cila tregon se ndjenjat kanë potencial të marrin një drejtim më të qëndrueshëm. Pra, mund të vini re se ajo që ndërtohet gjatë kësaj jave mbështetet më shumë te besimi dhe te qëndrueshmëria sesa te emocionet kalimtare. Kartat sugjerojnë se hapat e vegjël por të sinqert mund të kenë më shumë vlerë sesa ato premtimet pompoze të mëdha. Në tërësi, kjo është një javë që favorizon ndërtimin e një raporti të qëndrueshëm përmes durimit, reflektimit dhe besimit të reciprok. Kartat tregojnë se zhvillimet më të bukura emocionale mund të vinë gradualisht, pa pasur nevojë të nxitohen. Kartat këshillojnë të lejoni ndjenjat të piqen me ritmin e tyre, sepse jo çdo gjë me vlerë ndërtohet me vrull apo me shpejtësi. Kalojmë tek puna. Në punë kemi mbreti i shpatave, 7 monedhat, karroca, mbretëresha e kupave. Në punë, java nis me mbretin e shpatave, duke treguar se do të mbështeteni më shumë tek logjika, tek analiza dhe tek vendimarrja e qartë. Mund të përballeni me situata që kërkojnë objektivitet dhe aftësinë për të parë përtej emocioneve. Kjo energji vazhdon me 7 monedhat, e cila tregon se rezultatet mund të mos jenë të menjëhershme, por përpjekjet që keni bërë deri tani duket se po ndërtojnë një bazë të fortë. Mund të jetë koha për të vlerësuar progresin dhe për të vendosur se ku ja vlen të investoni më tej energjinë tuaj. Më pas shfaqet karroca, duke treguar se
Pas kësaj faze vlerësimi, gjërat fillojnë të lëvizin. Mund të merrni iniciativën të fitoni më shumë kontroll mbi drejtimin profesional ose të përparoni drejt një synimi të rëndësishëm. Karroca. Për disa nga ju mund të nënkuptojë edhe ndonjë udhëtim të mundshëm. Interpretimi mbyllet me mbretëreshën e kupave, e cila sjell një ekuilibër mes arsyes dhe ndjeshmërisë. Kartat tregojnë se suksesi nuk do të vijë vetëm nga aftësitë profesionale, por edhe nga mënyra se si ju komunikoni dhe bashkë punoni me njerëzit përreth jush. Në tërësi, kjo është një javë ku durimi, qartësia dhe vendosmëria mund t'ju çojnë drejt përparimit. Kartat tregojnë se kombinimi i logjikës me inteligjencën emocionale do të jetë një nga pikat tuaja më të forta gjatë kësaj jave. Kartat këshillojnë të besoni procesin dhe mos e nënvlerësoni vlerën e hapave që po ndërtoni sot. Kalojmë në prizëm orakull ku kemi rritja. Unë do të thoja se ndryshimet më të rëndësishme nuk ndodhin brënda natës, por ndërtohen hap pas hapi, sepse rritja nuk matet vetëm me atë që arrini, por edhe me njeriun që bëheni gjatë rrugëtimit.